Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update, do t'jeni me mua Sali Doçën për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore se i përket luftimeve intensive në Europën lindore mes Ukrainës dhe Rusisë dhe negociatave të paqes atje, si dhe gjithashtu rikthimin e inkursionit ushtarak të Izraelit në lindjen e mesme në sulmet e vazhdueshme ndaj territorit të ripit të Gazës. Në një konferencë përshtyp nga Norvegjia pasi foli me liderët e Bashkimit Evropian, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky referuar bisedimeve telefonike të një dite më parë me Donald Trump, deklaroi se termocentralet e Ukrainës si përkasin e saj, ndërkohë që përshëndeti vendimin e Donald Trump për të ofruar mbështetje për objektivat e infrastrukturës energjetike kritike të rëna dakord në armëpushimin 30 ditor. Ndër të tjera, Zelensky foli për lëshimet territoriale si ditën e djeshme ashtu edhe ditën e sotme. Deklarata më e fundit e liderit të Ukrainës ishte se ai nuk do të heqë dorë kurrë nga Krimea, nga gadishulli i Krimes i aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Zelensky tha se diçka të tillë ja kishte bërë të qartë edhe Donald Trump, duke thënë se Ukraina nuk do të heqë dorë nga territoret e saj. Ndërkohë vetëm një ditë më parë, kreu i Kievit deklaroi në një konferencë virtuale me gazetarët se i kishte thënë Donald Trump se nuk mund të lejonte që të ndalej lufta dhe të ngriheshin frontet e luftës në këto momente aktuale ku kemi qytete ku gjysma është pjesë e Ukrainës dhe gjysma pjesë e Rusisë, duke i rikujtuar atij se Kievi në asnjë mënyrë nuk kërkon të rikrijojë një Berlin të dytë përgjatë luftës së dytë botërore. Ka qenë kjo deklarata e bërë nga Zelensky, i cili refuzon lëshimet territoriale, duke thënë se kurrë nuk do të njohë Rusisë territoret e pushtuara dhe sugjeron që asnjë vend ndërkombëtar të mos bëjë diçka të tillë. Por negociatat për fundin e luftës të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara dhe Donald Trump do të vijojnë sipas asaj që kanë raportuar mediat ndërkombëtare tashmë të konfirmuara nga të Washingtonit, Moskës dhe Kievit. Negociatat për fundin e luftës do të fillojnë në bisedime trepalçe që do të mbahen pikërisht në Arabinë Saudite. Në fakt do të jenë takime veçmas që do të mbahen Shtetet e Bashkuara pikërisht me Ukrainën dhe gjithashtu edhe me Rusinë. Këto takime pritet të nisin që prej ditës së hënë të 24 marsit, sipas asaj që është konfirmuar nga Washingtoni, Kievi dhe gjithashtu edhe nga Moska zyrtare. Ukraina nuk ka qëndruar duar kryq për gjatë orëve të fundit dhe ka bërë të qartë se nuk do të ndalet në dëshirën e saj për hakmarrje. Për këtë arsye ka sulmuar një bazë të rëndësishme strategjike ku Rusia ruan disa nga bombardimet më të rëndësishme, disa nga bombat më të rëndësishme, disa nga armat më të rëndësishme të saj, sipas asaj që ka konfirmuar edhe Instituti për Studimet e Luftës. Bëhet fjalë pikërisht për qytetin Engels në rajonin jugperëndimor Saratov, rreth 700 kilometra larg frontit të betejës, e cila ka qenë pikërisht një bazë ushtarake dhe një raport ushtarak i bombarduesve të rëndë bërthamor Tu-95 dhe Tu-160 të Vladimir Putin. 10 persona raportohet se kanë mbetur të plagosur, ndërkohë që nuk ka detajet më të tejshme. Menjëherë është shpallur gjendja e emergjencës rajonale pikërisht nga anëtarë të qeverisjes së Rusisë, pikërisht për këtë rajon i cili është goditur nga forcat ushtarake të Kievit. Nga ana tjetër, sipas asaj që është zbuluar nga inteligjenca ushtarake dhe inteligjenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka dalë në sipërfaqe një gënjeshtër e bërë disa ditë më parë nga Donald Trump. Sipas asaj që ka zbuluar Instituti për Studimet e Luftës, bazuar në disa burime nga Shtëpia e Bardhë dhe zyrtar evropian, Donald Trump deklaroi disa ditë më parë se trupat ushtarak të Ukrainës ishin rrethuar në rajonin e Kurskut, por diçka e tillë ka rënë poshtë. Është konfirmuar se Rusia ka bërë përparime të rëndësishme në Kursk, por trupat ushtarak të Kievit nuk janë rrethuar nga forcat ushtarake të Moskës. Donald Trump në një status që pati në rrjetin social Truth Social pas bisedimeve që zhvilloi me presidentin rus Vladimir Putin, tha se i kishte kërkuar atij që t'i falte jetën pikërisht ushtarëve të Ukrainës në këtë territor, por siç duket të dhënat janë krejtësisht ndryshe. Ukraina po vjon luftën e saj në rajonin e Kurskut, megjithatë ka humbur shumë territor për gjatë ditëve të fundit. Informacioni i fundit në cilin do të ndalemi në World Update lidhet me situatën e luftimeve dhe rikthimin e inkursionit ushtarak toksor pikërisht në territorin e ripit të Gazës nga ushtria izraelite. 91 të vrarë në 24 orët e fundit. Është ky raportimi që ka ardhur nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë, e kontrolluar nga Hamas, orë sfiduese gjithashtu edhe për Tel Avivin dhe Izraelin, pasi sipas asaj që kanë raportuar mediat ndërkombëtare, sirenat e sulmeve ajrore janë dëgjuar përgjatë të gjithë ditës në Tel Aviv, fillimisht nga një sulm i kryer nga rebelët Houthit mbështetur nga Irani me një raketë balistike e cila urrëzua nga mbrojtja ajrore e Tel Avivit, për dëgjuar më pas me një sulm të kryer nga Hamas sërish drejt Tel Avivit me 3 raketa të cilat sërish urrëzuan nga mbrojtja e tyre ajrore. Nga ana tjetër, ushtria izraelite ka njoftuar se do të ndërmarrë sulme
ndaj enklavës palestineze pikërisht ndaj militantëve të Hamas që kryen këtë sulm ndaj Tel Avivit, ndërkohë që njoftuan ndarjen e rripit Gazës sërish në dy pjesë me marrjen e korridorit të Netzarim. Tel Avivi zyrtar ushtria izraelite ka njoftuar se nuk do të lejojnë palestinezët që të rikthehen në veri të rripit të Gazës. Ishin këto të gjitha informacionet e fundit përgatitura për këtë hapësirë të War Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga dy konfliktet më të nxehta globale.